është ky presidenti I Serbisë, është sikur Lukashenko, veç se në vend mustaqeve ka syze. Dhe më lejoni t'ju them që sa I përket bashkëpunimit midis dy qeverive tonë, bërjes së marrëveshjeve të reja dhe zbatimit të atyre marrëveshjeve, asnjëherë nuk kanë bashkëpunuar më shumë dy qeveritë se sa këto. Kryeministri Roman mandatin që shkoi dhe unë në këtë mandatin që s'po shkoj. Për marrëveshje bilaterale, shumë mirë është të bëjë. Prej faktit që kemi tashmë një abetare, para vitit 2021, në Shqipëri dhe në Kosovë janë mësuar 2 abetare ndryshme për këtë klasë. Prej asaj, e deri te 26 kalime të reja kufitore që kemi bërë për mësimit tjetë, dhe për çështjen e lejeve të punës në kështu me radhë, janë 58 marrëveshje substanciale. Tash, a ka ndonjë dallim? Ka dallim. Unë kam dallime me kryeministrin Rama, kam dallime jo rrallë edhe me partnerët tonë, por në përgjithësi mund të them që këto dallime kanë të bëjnë për qëndrimin ka Shqipe Beogradit. Që të po dallojnë? Këtu po dallojnë. Nuk mund ta fshehë këtë. Unë përpiqem që ti informoj, ti edukoj me qita aftësitë e mia. Po ato nuk jetë pakufishme. Prandaj dallimet që I kemi vetëm sa I përket qëndrimeve dhe qasjeve tona kashistërisë. Dhe besoni, nuk jena ne kundër Serbëve, po Serbia është kundër nesh. Serbia e cila është bërë një Belorusi e Ballkanit. Është ky presidenti I Serbisë, është sikur Lukashenko, veç se në vend mustaqeve ka syze. Prandaj, dallimet që kemi, qoftë me Tiranën zyrtare, qoftë me partnerët e alleatët tonë evropianë, shpesh herë kanë të bëjnë veç se kanë shi Beogradit. Ne s'bëjmë asgjë nga mlethi e Kojnat, po për hir të sulmimit të ligjit të drejtave. Besoni që është I madh numri I serbëve që na falenderuan, që I kemi çliruar prej atyre strukturave kriminale të radikalisht që kanë bërë sullum, edhe në serbët të Kosovës, e dhe që na I shtinë. Këtu e kemi një varë dallimi, po unë nuk besoj që kjo është pengesë për të esur në një kohë. Ju e dini që unë nuk jam pajtuar me modelin e Ballkanit të hapur. Unë doja Ballkan evropian, thosha Ballkani I hapur nuk është mjaftueshëm evropian, e Ballkani evropian është mjaftueshëm I hapur. E besoj që do se mire po. Ku është Ballkani I hapur? Këta që s'po pajtohen me qeverinë e Republikës Kosovës, po ngarcaku. Andaj, unë besoj që bashkimi I shqiptarëve me simbol vatrën këtu është një intencë historike, e cila shprehet në mënyra të ndryshme, por para se që tash ne kemi në tyr, që kudo që janë shqiptarët të faktorizohen për barazi, jo për të sunduar ti, por për të mos sunduar kurrë